Ndërkohë, ka dalë shumë i polemizuar në fakt plani strategjik i sigurisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Cilat ishin mesazhet kryesore, sepse në një farë mënyre preket para shumë raporti me Rusin, raporti me Kinën, raporti me Europën, pra ishte jashtëzakonisht polemizues, kam parë shumë debate dhe shkrime për sa i përket këtij, le të themi, ndryshimit të madh që ka ndodhur, që ka prodhuar ky plan. Unë nuk mendoj që ky plan ka sjellë ndonjë ndryshim të madh, ky plan s'ka sjellë asnjë ndryshim, asnjë gjë. Ato debate që thonë ato që kanë bërë njerëzit, pra është varet mënyra se si e kanë lexuar, pra mund ta lexosh në mënyrë si përfaqësore, mund edhe vetëm ta lexosh, por unë mendoj që strategjitë kombëtare duhen analizuar dhe jo lexuar. Pra shumë e thjeshtë. Pra në rast se e lexon, atëherë mund të lexosh dhe truri lexon atë që do të lexoj dhe nuk lexon atë që duhet të lexoj. Dhe unë mendoj që jemi në aspektin që shumica kanë lexuar atë që duan të lexojnë dhe nuk kanë lexuar atë çfarë duhet të lexojnë, për cilën shkruhet. Kjo strategji kombëtare, pra e para quhet strategji kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe ajo që është më e bukur, kjo strategji kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës ndahet në hemisferën perëndimore, pra që vijnë Karaibet dhe Amerika Latine. Po, në kapituj, ndahet në Indokin, pra Azia, cila përfshin Kinën, ndahet Europa dhe Afrika, okay? Pra, kur ti thua një strategjia ime kombëtare, atëherë çdo kush mund të hapi sot hartën dhe të shohë ku ndodhet Shteti Bashkuar të Amerikës. Shteti Bashkuar të Amerikës ndodhet gjë në Azi? Jo. Ndodhet në Evropë? Jo. Ndodhet në Afrikë? Jo. Ndodhet në Rusi? Jo. Ku ndodhet Shteti Bashkuar të Amerikës? Ndodhet në Amerikën Veriore. Po. Ndodhet në Amerikën Latine? Jo, ndodhet në Amerikën Veriore. Pra strategjia kombëtare përcakton që ti duhet flasësh për atë çka ke ti brenda kombit tënd, ku është thrirë kombi yt. Kombi yt është thrirë në këtë. Dhe duke qenë se amerikanët janë shtet komb, pra jo si shtetet e tjera që nuk janë totalisht shtet komb, por një pjesë e mirë nuk janë shtet komb, janë shtet komb dhe kufit e tyre përcaktojnë kombin. Pra çdo gjë duhet të ishte brenda kufive, ndërkohë që ti flet për Azinë, për Afrikën, për Europën, për Amerikën Latine. Pra ti flet për jashtë kufive. Domethënë në momentin që ti e quan strategji kombëtare dhe flet për çdo gjë që flet, ka të bëjë vetëm me shtrirjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës jashtë kufive të vet. Domethënë që ti po përcakton qartësisht hegemoninë tënde. Dhe të përcaktosh hegemoninë tënde domethënë që ti nuk je shkëputur në asnjë moment nga doktrinat hegemoniste të Shtetit Bashkuar të Amerikës prej vitit 92 e këtej. Dhe doktrina më hegemoniste të Shtetit Bashkuar të Amerikës që ka ndjekur çdo president është doktrina Wolfowitz. Quhet doktrina Wolfowitz sepse në vitin 1992 Paul Wolfowitz në atë kohë ishte zëvendës sekretari i shtetit. Po, zëvendës sekretari i shtetit për politikat e mbrojtjes. Dhe ai bën një material dhe e quan materiali i tij në atë kohë që prodhoi Paul Wolfowitz, quhet studimi për politikat e mbrojtjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe pa ai studim u përcaktua qartësisht dhe u quajtur doktrina Wolfowitz. Dhe është një doktrinë cilën e kanë ndjekur të gjithë presidentët amerikanë që kanë ardhur pas 92-shit dhe mbrapa. George Bushi, Bill Clintoni, Bushi tjetër, Obama, Bideni, Trumpi dhe Biden. Dhe Trumpi ka ndjekur në 2016 dhe po e ndjek edhe sot. Po edhe kjo doktrinë është pjesë e saj. Le ta shohim shumë e thjeshtë, që të kuptoni që jemi te një tani hegemoni. Po. Pra, thot në pikën e parë thot hyrja dhe thot pyetja thot what is American strategy? Pra, cila është strategjia amerikane? Këtë që shkruan Trumpi. Dhe thot pas fundit luftës së parë American Foreign Policy Elite, pra elitat e politikës jashtme amerikane ishin bindur me veten sepse qëndrimi dhe dominimi permanent i Shtetit Bashkuar të Amerikës në gjithë botën ishte në interesin më të mirë të vendit dhe thot dhe ata e bën politikën amerikane dhe duke bërë atë nëpërmjet dhe shtyn politikën amerikane dhe shtrin atë nëpërmjet institucioneve ndërkombëtare, të cilat disa prej tyre drejtoheshin nga vende anti-amerikane, duke krijuar një transnacionalizëm të gjithë. Thot Trumpi në këtë aspekt. Çfarë thot doktrina Wolfowitz në 92-shin? Thot while the United States cannot become the world's policeman, pra përsa kohë Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të bëhen polici i botës. Pra është në kundërshtim me kësaj që thot Trumpi. Pra Trumpi këtu po gënjen. Po përdor. Pra ajo doktrina thonë, pra këta janë të qartë në 92-shin që Amerika nuk mund të jetë polici i botës. Ne thot and assume responsibility for solving international security problem, dhe të marrë përgjegjësinë për të zgjidhur probleme ndërkombëtare.
Pra atë që po merr Trumpi, thotë kam zgjidhur 8 lufta, 9 lufta, ku diun, 19 luftra, sa luftra ka zgjidhur. Po. Pra, këta ishin të vetëdijshëm të që thotë që kanë përdorur që ne nuk e bëjmë dot. Ndërkohë Trumpi po e bën këtë, pra po bën të kundërtën e asaj që po thotë nuk futemi në misione globale, po thonë edhe tas neve nuk futemi. Edhe këtë thotë edhe ai. Edhe ajo pikë këtë thotë. Dhe thotë neither can we occur critical interest to depend solely on international mechanisms that can be blocked by countries whose interests may be very different from our own. Pra, Trumpi thotë që ata e vunë Amerikën në duart të institucioneve të cilat nuk ishin anti-amerikane, dhe ky thotë ne nuk mund ta vëmë në 92-shin, ne nuk mund ta vënë Amerikën në duart të vendeve ose të mekanizmave ndërkombëtar që mund të bllokojnë interesat tona, dhe që janë interesat e tyre janë ndryshe me tonat. Pra është e njëjta gjë. Vetëm e thënë në mënyrë tjetër. Pra, kemi të njëjtën gjë të thënë në mënyrë tjetër. Pra vazhdojmë të qëndrojmë asaj. Po flet për parimet dritan. Po ato që të edhe ndare, pra ajo çfarë parimet që Trumpi përcakton dhe thotë që po, pastaj Trumpi flet në pikë dhe thotë që neve në këto 9 muajt e fundit kemi ecur përpara, kemi ngritur Amerikën, kemi bërë Amerikën ashtu, kemi bërë Amerikën ashtu. Edhe ajo në 92-shin thotë America's strategic position is stronger than it has been for decades. Kështu e nis edhe Volovici. Pra, pozicioni strategjik i Shtetit Amerikës është më i fortë se sa ka qenë në dekada. Tekstualisht. Jo fjalë për fjalë, po tekstualisht thotë edhe Trumpi që pozicioni i Amerikës në këto 9 muaj që un kam qenë president është më i fortë se sa ka qenë më përpara. Pra është e njëjta. E një fakt tekst të dyshin ashtu ka qenë. I njëjti tekst. Ne po flasim për njëjtin tekst. Do të dakord pastaj. Dhe vim më pas vim te ajo. Te pika e dytë, e kësaj strategjie thot, what should the United States want? Çfarë do të kërkojnë Shteti Bashkuar të Amerikës? Thot. First and foremost, we want the continued survival and safety of the United States. Pra pikë së pari duam vazhdimsinë dhe mjetesën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, po. Te doktrina Wolfowitz, pika e parë, defense policy goals. Cilat janë? The survival of the United States as a free and independent nation. Dakor, më dakor. Po them që jemi të vazhdojmë të ju tregoj që jemi tek e njëjta gjë. Njëjta gjë, është e njëjta doktrinë, vetëm se ky e ka artikuluar në mënyrë tjetër, ata e kanë artikuluar në mënyrë tjetër. Qëllimi është hegemonia, primati i Shtetit Bashkuar të Amerikës mbi këtë glob. Nuk është asgjë tjetër. Pavarësisht të duket sikur kemi ndonjë ndryshim, nuk kemi asnjë ndryshim në atë. Po ta shohim si të duhet. Fjala vjen misionet globale për demokracinë dritan që ka bërë misionet globale për demokracinë që ka bërë deri tash Shteti Bashkuar të Amerikës do të vazhdojnë edhe këtë jetutje. Do të vazhdojnë sepse Trumpi e ka përcaktuar në këtë strategji përcakton dhe thotë në një pikë thotë we want to maintain the United States unrivaled soft power. Pra ne do të vazhdojmë të mbajmë fuqinë e butë. Ka në thojza fuqinë e butë, dhe do ta shpjegojmë çfarë është fuqia e butë. Të parival, unrivaled, të parival. Shteti Bashkuar të Amerikës, siç ka qenë deri tani. Through which we can exercise positive influence, nëpërmjet të cilës ne mund të ushtrojmë influencë pozitive. Pra influenca është pozitive. Çfarë është kjo dritan? Through the world that furthers our interest. Influencë pozitive mbi botën për të dhe të furthers our interest. Që hap interesat tona, që shtrin interesat tona. Si ta lexojmë këtë dritan? Kjo gjë ka ndodhur edhe nga 92-shin. Fuqia e buta vjen nëpërmjet organizatave jo qeveritare. Janë këto organizata jo qeveritare që kur në mas e mbani mend kur erdhi Trumpi fillim tha që kanë marr kaq milion dollar për këtë punë, kaq milion dollar të punë dhe USAID që ishte bon. USAID, Endowment for Democracy, Open Society e Sorosit, pra të gjitha këto organizata që funksiononin dje për këtë anglosionizmin e dieshëm të cilën Trumpi e quan deep state. Dhe ky anglosionizmi i sotëm që nuk e quan më deep state, por është anglosionizëm, po të njëjtën gjë do bëjnë nëpërmjet soft power, sepse ajo është soft power, pra gjitha këto organizata që dje kur erdhin pushtet para 9 muajsh, i shau, çfarë s'u bëri, çfarë ashtu? Po. Të gjitha këto organizata tashmë do të thotë që këto organizata shkriu USAID-in të pak. Këto organizata tashmë vetëm USAID-in si ishte shtetërore, pjesë të tjera këto tjerat janë private dhe do të punojnë. Pra ai do t'i përdori sërish këto organizata, thotë do t'i përdorin këto organizata për të ushtruar influencë pozitive ndaj vendeve të botës, që të hapim interesin tonë. America first, thotë ai. Pra, sërish këto organizata, përfshi edhe organizatën e Sorosit, Open Society, do jenë tashmë nën vasalitetin e Trumpit. Pra, do të thënë që përpara Sorosit të tjerë,
normalisht do të marrin urdhra nga administrata Trump tash për të shtrirë këtë influencë amerikane, këtë soft power, që do të thotë që e keni parë që është trimëruar Rama, për këtë arsye është trimëruar Rama, sepse e ka parë që sërish Sorosi është marrë vesh me Trumpin për të vazhduar atë politikë që bënte deri dje për Bidenin, atë politikë që bënte deri dje për këtë doktrinë Wolfowitz, është e njëjta gjë. Dhe tashmë çdo pjesë tjetër e kësaj Shqipërie është në mshirën e zotit Rama, i cili është njeriu dhe projekti i Sorosit në Shqipëri. Dritan, ndërkohë që të mos hym detaje se kjo bëhet pastaj në raport me Rusin, fjala vjen. Në raport me Rusin nuk ka asnjë raport. Duhet kem një raport me Rusin thotë të njëjtën gjë. Rusia domethënë është shprehur, le të themi, në favor. Kremlini thotë që strategjia e sigurisë domethënë përshtatet gjërësisht. Unë mendoj që Kremlini është duke lozur. Unë nuk i besoj Kremlinit në këtë aspekt. Mendoj që Kremlini është duke lozur këtu, duke krijuar idenë amerikanëve që po neve e kemi hëngër këtë llokumin që juve po na thoni. Në realitet që llokumin e kanë hedhur në banjo, nuk e kanë hëngër. Pra nuk i besoj rusëve në këtë aspekt. I thonë e kanë thjesht për mashtrim politik për ego të Trumpit, duke qenë se Trumpi ka futur duart shumë në këtë strategji, pra është mburrur shumë, dy faqet e para janë vetëm mburrje të Trumpit, se sa luftra kanë bllokuar, sa ashtu si ka jetuar para Amerika. Dhe ata duke parë këtë egon e madhe, të shtrirën strategji dhe janë duke ndërgjë. Nuk është zbukur fare për arsye sepse aty thotë se përcakton qartësisht, thotë që neve do të ndërpresim, do të ndërhyjmë që asnjë fuqi tjetër të mos ndikojë mbi Evropën, e përcakton, po cila është fuqia që pretendohet do ndikojë mbi Evropën? Rusia. Pra asnjë fuqi tjetër rajonale thotë të ndikojë mbi Evropën. Cilat janë fuqitë rajonale që ndikojnë mbi Evropën? Rajoni është vetëm Rusia, se Kina nuk është aty. As Irani s'është aty, as India s'është aty. Pra është vetëm Rusia ajo që ndikon, por nuk ja përmend emrin. Pra do të ndryhim në Evropë që kjo mos ndikojë që Evropa të mbetet evropiane dhe mos bjerë në ndikimin e një fuqie tjetër të asaj hemisfere. Përcakton qartësisht, pra flasim me hemisfera tashmë. Të njëjtën gjë thotë edhe për hemisferën perëndimore, pra hemisferën e Amerikës Latine, që ne do ndryhim për të ndaluar çdo lloj ndikimi të çdo lloj fuqie tjetër që është përtej oqeaneve, për ndikuar në hemisferën tonë dhe që nuk është pjesë e kësaj hemisfere. Pra kush janë përtej oqeaneve? Kina, pikërisht pra vazhdon doktrina Monroe, 92-shin doktrina Monroe 2025, nuk ka asnjë ndryshim, por është thjesht rregulluar në mënyrë që dhe kurse për Evropën thotë që do ndryhim që të arrijmë një armpushim substancional, nëse keni thot anglisht. Po, substancial, po. Substantial ceasefire between Europe and Russia. Pra kur thotë substantial ceasefire, një armpushim substancional ndërmjet Evropës dhe Rusisë. Po cili është ky armpushimi? Po tha për Ukrainën, sepse aty po lufton Evropa me Rusinë edhe me NATO-n, në Ukrainë. Pra të arrihet një armpushim, jo të arrihet paqe. Pra është e njëjta gjë, e njëjta doktrinë, e një vazhdimsi e saj, nuk ndryshon asgjë. Ajo çfarë thash më ndryshon? Ndryshon që ka përcaktuar qartësisht që neve do të ndihmojmë që këto vende, dhe thotë Evropa të ringrihet me energjinë amerikane, e ka përcaktuar qartësisht të ringrihet me energjinë amerikane, pra tashmë energji do të shesë Amerika, jo Rusia. Harroni që të merrni energji nga Rusia. Pra për atë punë hodhëm ne edhe Nord Stream 2-shin, që mos merrni më energji nga Rusia. Energjia nga SBA. Pra e përcaktuar aty energjia nga SBA-ja, armatimi thot nga SBA-ja, ta marrin në mënyrë që të forcojnë dhe të ndajmë tot atë barrën e veprimeve në mënyrë që Shtetet Bashkuara të Amerikës thotë të mos kenë overextension, sepse ka një drejt. Ka thënë që deri më sot Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pasur overextension. Pra, kanë pasur një shtrirje më të madhe ushtarake, një veprimtari të tyre më të madhe ushtarake, e cila erdhi me kalimin e kohës duke rënë deri diku ka të drejtë. Pse ka drejtë? Në 99-ën në luftën në Kosovë gjithë barrën ushtarake e mbajtën Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk e mbajti as NATO as Evropa. Pra këtu ka të drejtë. Në 99-ën. Por kur urxua Kadhafi në 2012-ën, në 2011-ën që urxuan Kadhafin, atëherë Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte hera e parë që këtë barrën për interesin amerikan dhe Kadhafi urxua për interesin amerikan ja lan NATO-s dhe Evropës dhe ishte forcat evropiane të NATO-s të cilat urxuan Kadhafin me një ndihmë të vogël amerikane, por në amerikanët duke u angazhuar në atë veprimtari. Po, të njëjtën gjë strategjik i amerikanëve. Të njëjtën gjë, interes strategjik i amerikanëve ishte rrëzimi i Asadit. Kush e bëri? E bën aleatët, pra ju dha mbështetjen aleatëve, po vetë nuk ndryri. Pra, do shkojmë te ka filluar te kjo, pra kjo që thotë të ndajmë këtë barrën, ka filluar ta ndaj barrën, por që ndahet kjo barra, duhet që këto forca të kenë kapacitete ushtarake, prandaj kërkohet kjo rritja 5% e NATO-s, prandaj kërkohet kjo loja dhe bëhet kjo loja që neve gjoja po ju lëm juve vetëm dhe NATO po del po thotë dhe Evropa po thotë që Amerika po na abandonon. Jo, duhet justifikojnë këto para që nëse të ndajnë këtë barr. Dhe këtë barr nuk ja kërkon ta ndajnë NATO-s dhe vendet evropiane vetëm në territorin e tyre, po ju kërkon ta ndajnë edhe në Indo-Pacifik. Pra ta ndajnë edhe në Mekinën këtë barr nesër. Ja ku jemi. Pikërisht.
strategjia e sigurisë kombëtare e Trumpit zbut gjuhën ndaj Kinës. Jo, nuk zbut gjuhën ndaj Kinës, është e gabuar, ka zbutur vetëm gjuhën e çështjes së tarifave. Pse? Sepse tarifat Trumpit i mbetën në dorë dhe s'kishte ku i çonte më. Lozi me tarifat dhe në momentin që tarifat e paqe nuk ecën, bëri një marrëveshje me Kinën dhe ka zbutur vetëm gjuhën e tarifave dhe thotë që do marrim specifikisht me tarifa specifike këtë jetutje, jo më në blok siç e bëri me tarifat të cilat dështuan. Totalisht. Po Tajvani thotë që neve do të investojmë që Kinat mos e prek. Çdo lloj investimi që bën për Tajvanin që mos ta prek, ai ka përcaktuar qartësisht një gjë që jo vetëm Tajvani, po thot në ishujt janë atje, pra kompleks ata janë ishuj shumica e Indo-Pasifikut. Pra në ata atje Prime Isles, pra Isles. Pra të gjitha ato ishujt primar që janë atje do t'i forcojmë, do të jemi që të hymë në marrëveshje me to që të kemi më shumë prezencë të tonën atje. Dhe përveç prezencës tonë, thjen edhe aleatët tanë të kenë prezencë atje. E njëjta gjë që thotë doktrina Wolfowitz, pra doktrina Wolfowitz thotë e ka përcaktuar në të tretën, e ka përcaktuar në qëllimin e tretë strategjik. Qëllimi i tretë strategjik, doktrina Wolfowitz thotë, the third goal is to prelude any hostile power from dominating a region critical to our interest. Pra, qëllimi i tretë i kësaj doktrine është të ndalojmë çdo lloj fuqi tjetër armike të dominojë rajonet kritike për interesin tonë. Dakor. And also thereby to strengthen the barriers against the re-emergence of global threat to the interests of the US and our allies. These regions include Europe, East Asia, Middle East, Persian Gulf, Latin America. Pra, në 92-shin këto rajone. E njëjta gjë, edhe në 2025-ën, po të njëjtat rajone i ka ndarë Trumpi me kapitullin vetë. Pra, është e njëjta gjë, nuk kemi asnjë ndryshim. Vazhdon e njëjta doktrinë, vazhdon e njëjta tentativë hegemoniste e anglozionizmit, të cilët për shkak se dikur Enver Hoxha thoshte anglozionizëm, dhe tash ne po të themi anglozionizëm, do na quhen enverista dhe na kemi lëshuar emrin quhen deep state. Nëse do ishte kështu dritan po themi që Trump pranon që jemi ende në një botë unipolare, ndërkohë që Trump thotë se Amerika force. Dëshiron të mbaj këtë botë unipolare. Pra nuk jemi aktualisht në botë unipolare, por ajo çfarë Amerika po bën, po kërkon të mbajë këtë botën unipolare të 92-shin nëpërmjet kësaj. Por në një mënyrë më soft, më ashtu pa rënë direkt, pa konfrontime direkte. Konsideron Kinën si sfiduesin kryesor të Shtetet Bashkuara të Amerikës. E konsideron si sfidues, jo si sfidues, por e konsideron në zonën e vet kritike, pra në zonën atje thotë në Indo-Pasifik, e ka quajtur në zonë në Azi. Në Azi e quan. Pra kjo që thot doktrina Wolfowitz, regional critical, pra dominating a region critical to our interest. Pra ka përcaktuar në rajone dhe përcaktimin e rajone, pse e ka bërë të loj për të krijuar idenë dhe për të thënë që shiko, nuk jemi në një botë multipolare. Se po të ishim në një botë multipolare, atëherë do të ishte për gjithë botën Kina problem për neve. Po, kjo është Wolfowitz në rajon, po pra edhe Trumpi thotë. Edhe Trumpi e njëjta gjë. E njëjta gjë, po thotë idenë që pra në rajonin atje prandaj ka ndarë me rajone. Thot Azia, pra në Azi Kina është dominante dhe po në Azi kemi edhe ne me interesa dhe këtu pra saj ne do ta lejojmë Kinën që të cënojë interesat tona në këtë territor. Prandaj ka përcaktuar kapitullin vete. Pra është ajo që thot Wolfowitz, from dominating a regional critical to our interest. Pra i ka ndarë në rajone. Pse e ka bërë dhe Trumpi ndarë në rajone? Sepse po ta bëj globale, atëherë do të thënë automatikisht ti pranon zyrtarisht që ti bota nuk është më unipolare dhe ty të ka humbur hegemonia, të ka humbur universaliteti. Por që mos të pranuar humbjen e hegemonisë, ti e ndan në rajone botën. Pra, ne luftojmë për rajonet, por hegemoninë ne përsërisht e kemi. Por nuk do thotë që edhe në këtë strategji nuk ka ndryshuar as pak strategjia ndaj Tajvanit. Tajvani nuk njihet si shtet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ka ambasadë Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tajvan, nuk ka ambasadë Tajvan në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Tajvani nuk është antar i Kombeve të Bashkuara. Pra, nuk ka ndryshuar asnjë gjë në raport me Tajvanin. Ka ndryshuar vetëm me ekspansionin ekonomik kinez. Dhe ushtara kinez në atë rajon, po jo në gjithë botën. Dritan, po në lindjen e mesme, sepse thuhet dhe në Afrikë, duket sikur e ka ulur, e ka reduktuar fokusin, edhe ndërkohë që për këtë ka ndihmuar akorde abrahamike dhe këtu ka bërë prioritet tregtinë, energjinë, mineralet, rrugët e anijeve dhe gjëja tjetër që ka domethënë prioritet është garancia për sigurinë e Izraelit. Atëherë nuk ka munguar garancia për sigurinë e Izraelit, edhe është thashë, siç e lexova edhe te doktrina Wolfowitz ndan, doktrina Wolfowitz përcakton Middle East dhe Persian Gulf. Pra, dakor? Kurse doktrina Trump, çfarë thotë? Doktrina Trump nuk shkon për ta përcaktuar qartësisht Middle East dhe Persian Gulf, por çfarë thotë? E përcakton Middle East, po jo Persian Gulf. Persian Gulf përcakton në një aspekt tjetër dhe thotë, doktrina Trump thotë, we want to prevent an adversary's power from dominating the Middle East. Pra ne duam të ndalojmë si dole kundërshtarit për të dominuar lindjen e mesme. Its oil and gas supplies. Pra furnizimet me gaz dhe me naftë. And the checkpoints through which they pass
while avoiding the forever wars. Pra, the checkpoints through which they pass. Cilat janë checkpoints që pass? Gjiri persik, sepse në gjirin persik pra e ka shmangur fjalën gjiri persik. Pra e ka shmangur gjiri persik, kanali Suezit. Ka shmangur tok fjalë që gjiri persik, por ka thënë në për checkpoints, në për pikat kryesore, ku kalon. Po aty kalon gjirin persik. Pra është e njëjta doktrinë, vetëm se ka ndryshuar mënyrën e të shprehurit dhe të fjalisë, nuk ndryshon asgjë. Which they pass while avoiding the forever wars. Pra duke anashkaluar luftrat e përhershme. Pra nuk do të bëjmë luftë përhershme, do bëjmë si ajo lufta që bëm, lufta 12 ditore. Pra do të fusim një proxy dhe më pas neve do ndërhyjmë në fund. Pra ky është interesi edhe i forcimit të aleatëve nga ana ushtarake, thotë. Prandaj aleatët duhet të forcohen ushtarakisht, që të përdoren si proxy nga Shteti i Amerikës. Pra këtë ka kuptuar Trumpi dhe po i përdor aleatët si proxy, jo më. Po kjo që ka reduktuar fokusin, nuk ka reduktuar asnjë fokus dhe për ta vërtetuar atë që gjithkujt që nuk ka reduktuar asnjë fokus, po ju them vetëm një fakt shumë të thjeshtë. Fakti shumë i thjeshtë është që para një jave, ditën kur kjo doli, kur kjo strategji doli, në atë ditë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë inauguruar konsullatën më të madhe në botë. Konsulat, jo ambasadë, mos i ngadrojmë gjërat. Konsulata nuk është ambasadë. Po. Konsullatën më të madhe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës në botë dhe çdo vend më e madhe në botë nga çdo lloj vendi tjetër në qytetin e Irbilit në Irak. Qyteti i Irbilit i përket Kurdistanit iraken, i cili është krahinë autonome. Dhe kanë inauguruar konsullatën më të madhe në botë, 206.000 metra katror. Është konsullata në Irbil. Në kundërshtim, ka kundërshtuar për këtë qeveria irakene, qeveritë e rajonit, pra. E qartë. Dhe kjo tregon vetëm ky fakt. Në daljen e kësaj tregon që nuk ikën Amerika nga linja e mesme dhe do të qëndrojë atje. Pra vazhdon hegemonia. Jo që do iki, po reduktimi. Jo, nuk ka reduktim, sepse të bësh një konsullat 206.000 metra katror, kjo nuk do të thotë reduktim. Iran vërdall gjithë botës në Ballkan se skemi. Dhe në fund po them që pra jemi te ajo që thot populli shqiptar që ujku qimen e ndron por zakonin se harron. Në Ballkan nuk ndryshon asgjë për arsye se ka përcaktuar në këtë doktrinë që ka nxjerr Trumpi, e ka përcaktuar në pjesën e Evropës që nuk do të lejoj dhe thot përcaktisht nuk do të lejojmë asnjë dalje, pra një sekond. Ja, thot, do të vendosim a broad network of alliances, do të vendosim një aleancë të gjerë, një rrjet të gjerë aleancash with treaty allies, me aleancat e traktateve, pra që janë traktati NATO-s, pra në aleantë i bie traktati NATO-s, pra with treaty allies, pra me cilat traktate, me traktati është i NATO-s, and partners dhe partner in the world's most strategically important regions. Ballkani është nga vendet strategjike, por këto vende strategjike do të vendosen, pra do të ushtroj fuqia amerikane nëpërmjet tyre aleancave me këta partner strategjik dhe me këta partner të traktateve. Pra nëpërmjet NATO-s, pra siç e ka vendosur NATO në Kosovë, nëpërmjet NATO-s do të ushtroj fuqinë e vet atje. Nuk do të jetë primare, siç ka qenë edhe sot, deri sot nuk ka qenë primare. Ne kemi dashur ta bëjmë primare. Por prej njohjes Kosovës, pothuajse nga viti 2012 e mbrapa, nuk ka qenë primare Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra primare Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vënë Evropën. Është Evropa ajo, është vendimi i Shtetit e Bashkuara të Amerikës që ka lënë Evropën të udhëheqë bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë. Pra ja ka lënë asaj, e njëjta gjë vazhdon. Pra do vazhdojnë ta dhe në momentet e caktuara e përcakton në këtë plan, thotë, në momentet e caktuara do të hyjmë neve në rast se ka kërcënim, thotë. Do ndërhyjmë në rast se ka kërcënim ndaj interesave tona. Pra Kosova është interes i Shtetit e Bashkuara të Amerikës. Dhe në rast se ka kërcënim do ndryshim, pra nuk është abandonim. Çdo kush që shef se abandonim ka gabim, por do thotë që nuk do jenë më Shteti i Bashkuar të Amerikës në vit të parë. Ne do rrim në vit të dytë. Në vit të parë tash i dilni ju të tjerët, pra po ju lëm juve. Pra mësuesi kanë nxjerrë nxënësit. Dhe tash po shef se çdo bëjnë nxënësit, por ama i ka gjatë gjithë kohës në vëmendje. Pra nuk kemi abandonim të Ballkanit dhe s'ka për të pasur abandonim të Ballkanit. Fjala vjen në Shqipëri dhe në Kosovë. Jo, nuk kemi për pasur. Jo, nuk kemi për pasur abandonim të Ballkanit. Unë besoj që nuk ka nevojë më tashmë sepse siç thuhet për sa pra të gjitha ato zona ku influenca amerikane do të thotë nuk ka nuk kemi asnjë ndryshim nga doktrina e vitit 1992 e cila ka qenë doktrina që kanë hequr të gjithë presidentët, kanë ndjekur gjithë presidentët amerikanë deri më sot. Edhe Trumpi po vazhdon të njëjtën doktrinë vetëm se e ka formuluar me fjalë të tjera. Pra, edhe Trumpi, pavarësisht se të gjithë e votuan dhe edhe ne që s'kishim asnjë drejt vote në Shqipëri, përfshi edhe mua, jam një nga përkrasët e Trumpit fillim, sepse menduam me fjalët e bukura se do luftonte deep state-in, pra u mashtruam, harruam që politika është propagandë. Dhe neve kujtuam se është me të vërtetë. Trumpi doli me që do luftoj deep state-in. Ndërkohë që deep state-in harruam që deep state-i është anglezionizmi. Por Trumpi është anglezionist. Mjaftoni të shihni qendrimin e
ndaj Izraelit në luftën kundër Palestinës dhe kundër palestinezëve. Pra do ta kuptoni që kemi të bëjmë me një anglosionist. Dhe duke qenë anglosionist dhe duke qenë se deep state është anglozionizëm, atëherë ky është pjesë e këtij deep state, vetëm se na hodhi hi syve të gjithëve, duke na thënë që do luftonte deep state, pra do luftonte vetveten. Askush nuk mund të luftojë vetveten. Pra do të vazhdojë e njëjta gjë. Që tentatimi i Amerikës për të mbajtur hegemoninë, për të mbajtur këtë hegemoni që ka pasur, sado dhe për të krijuar idenë se bota nuk është multipolar, biles në një pikë të caktuar, e ka përcaktuar qartësisht ku thot për çështje të dollarit. Pra thot ne një sekond. Jo, s'ka problem, jo. Ja se e kam. Se vazhdon me dollarin. Absolutisht, e përcakton qartësisht. Ideja që do të mbroj dollarin, por normale është të mbroj dollarin tash se. Ja, thot. We will work with allies and partners to maintain global and regional balances of power to prevent the emergence of dominant adversaries. Pra e ka përcaktuar këtë. Kjo është balanca e parë për të këtë. Edhe prit më ku e thosh. Ja se e gjejmë pa merak. Po, thot ne do të vazhdojmë to keep the dollar's global reserve currency status. Po, statusin e dollarit. Pra, për të mbajtur statusin e dollarit. Pra do të vazhdojmë për po pikërisht se statusi i dollarit është bota unipolare. Pra, për shkak të asaj se një pjesë e botës tashmë ka filluar dhe bën tregti pa dollar. Pra bën tregti në këtë BRICS-in pa dollar. Pra ata blenë me paratë e tyre, me gjërat e tyre. Për këtë arsye ata e vranë edhe Kadafin, sepse Kadafi ishte i pari që doli dhe ofroi gjitha vendeve afrikane që do merrnin naftë, çfarë do lloj gjësh do blenin në Libi, do t'ju jepte me paratë e vendeve të tyre bazuar mbi floririn. E qartë. Mbi vlerën e floririt në bursë. Pra nisi dedollarizimin e Afrikës. Dhe në këtë moment amerikanët vendosën ta vrasin dhe për ta vrarë lëshuan NATO-n dhe evropianët për ta vrarë Kadafin, pra për interesin e tyre strategjik. Njëjtën gjë po bën edhe pra. Edhe tashmë ka përcaktuar në këtë doktrinë që do të mbaj statusin e dollarit si currency, reserve currency global, pasi si monedhë e botës, si monedhë globale. Pra ky është qëllimi, pra kjo është tentativa e hegemonisë, sepse këtu është hegemonia. Bota ka qenë unipolare deri para 23-shit, sepse çdo gjë paguhet me para. Tashmë ka filluar deri diku bipolare, sepse një pjesë e botës nuk po blen më me dollar. Pra ky është problemi. Dhe ky e përcakton këtë strategji që do mbajmë këtë gjë. Njëjtën gjë thotë edhe Volvovici në 92-shin. Pra nuk kemi asnjë ndryshim. Mjafton nuk kemi dashur, pra ata që kanë kundërshtuar të që e kanë nxjerrë sikur ka pasur ndryshim, kanë lexuar atë çfarë duan të lexojnë dhe nuk kanë lexuar atë çfarë duhet të lexojnë.